Përshëndetje, mirë se erdhët në Ultra Faktor. Sot do të tregojmë për horoskopin e sotëm, 28 shkurti. Dashi, 28 shkurti, sjell energji dhe vendosmëri për të ndjekur qëllimet tuaja. Në punë mund të lindë një mundësi për të marrë iniciativa që do vlerësohen nga iprorët ose kolegët. Kjo është një ditë e favorshme për të nisur projekte të reja ose për të marrë përgjegjësi shtesë. Finansat kërkojnë kujdes, sidomos për shpenzime impulsive, që mund të krijojnë tension. Në dashuri, partneri do vlerësojë përkushtimin dhe energjinë tuaj, ndërsa beqarët mund të përjetojnë njohje të papritura që ngjallin emocione të forta. Demi, kjo ditë sjell stabilitet dhe nevojë për fokus. Në punë do ndiheni të organizuar dhe të aftë, të përfundoni detyra të rëndësishme me sukses. Një projekt që keni nisur mund të tregojë për parim të dukshëm. Finansat kërkojnë kujdes dhe menaxhim, veçanërisht kur bëhet fjalë për shpenzime të papritura. Në dashuri, tregohuni të durueshëm dhe të hapur. Partneri do vlerësojë përkushtimin tuaj. Binjakët, 28 shkurti, sjell nevojën për lëvizje, komunikim dhe fleksibilitet. Në punë, mund të lindë një mundësi që kërkon mendim kreativ dhe zgjidhje origjinale. Idetë tuaja mund të tërheqin vëmendjen e kolegeve ose partnerëve të biznesit. Finansat kërkojnë kujdes dhe planifikim për të shmangur shpenzimet e papritura. Në dashuri, dita favorizon bisedet të hapura dhe zgjidhjen e keqkuptimeve. Beqarët mund të kenë një njohje interesante që fillojnë si miqësi dhe gradualisht zhvillohet në diçka më të fortë. Gaforja, sot ndiheni të lidhur me ndjenjat dhe intuitën tuaja. Në punë, mund të lindë një situatë që kërkon durim dhe qasje të kujdesshme. Nuk është dita për vendime impulsive, analizë dhe vëmendje ndaj detajeve do sjellin rezultate pozitive. Finansat kërkojnë organizim dhe shmangje të problemeve të vogla. Në dashuri, partneri do ndjejë përkushtimin dhe kujdesin tuaj, ndërsa beqarët mund të takojnë dikë që e kupton natyrën ndaj emocioneve. Luani, 28 shkurti, sjell energji dhe dëshirë për të shkëlqyer. Në punë, mund të shfaqni aftësitë tuaja udhëheqëse dhe kreativitetin për të zgjidhur sfida të rëndësishme. Një projekt i ri mund të nisë me sukses, por kërkon fokus dhe përkushtim. Financat janë të qëndrueshme, por shmangni shpenzimet impulsive. Në dashuri, keni fat, pasioni është i pranishëm dhe partneri do vlerësojë energjinë dhe përfshirjen tuaj. Virgjëresha, 28 shkurti, kërkon organizimin dhe përqendrimin të lartë. Në punë, detyrat që kërkojnë kujdes dhe saktësi do përfundojnë me sukses, ndërsa aftësitë tuaja për të menaxhuar detajet do të vlerësohen nga iprorët. Një ide e re mund të japin rezultate konkrete, sidomos në projekte që kërkojnë përkushtimin dhe planifikimin. Finansat kërkojnë maturi dhe menaxhim të mirë. Peshorja, sot do ndiheni të fokusuar mbi marrëdhëniet dhe balancën emocionale. Në punë mund të lindë një situatë që kërkon diplomaci dhe aftësi për të ndërmjetësuar mes kolegeve dhe partnereve. Komunikimi i qartë dhe sinqeriteti janë çelësi me sukses. Financat janë të qëndrueshme, po shmangni shpenzimet impulsive ose të panevojshme. Në dashuri, partneri do vlerësojë përkushtimin dhe gatishmërinë e tuaj. Akrepi, 28 shkurti, sjell intensitet dhe intuit të fortë. Në punë mund të përballeni me një situatë që kërkon strategji dhe durim. Analiza kujdesshme e çdo opsioni do ju ndihmojë të merrni vendime të zgjuara. Finansat kërkojnë kujdes dhe shmangje të rreziqeve të panevojshme. Në dashuri, emocionet janë të fuqishme. Nëse jeni në një lidhje, besimi dhe sinqeriteti do forcojnë marrëdhënien. Shigjetari, sot ndiheni të etur për lëvizje, aventura dhe zgjerim horizontesh. Në punë, mund të lindë një mundësi që kërkon iniciativë dhe guxim. Ideja juaj mund të sjellë rezultate të prekshme. Financat përmirësohen gradualisht,
por shmangni shpenzimet impulsive që kërkojnë të krijojnë tension. Në dashuri kërkoni spontanitet dhe momente të këndshme me partnerin. Bricjapi, 28 shkurti, kërkon disiplinë, fokus dhe përgjegjësi. Në punë, detyrat e rëndësishme kërkojnë aftësi organizative dhe seriozitet. Përkushtimi juaj mund të vlerësohet dhe të hap mundësi për avancim. Finansat kërkojnë menaxhim të kujdesshëm dhe kursim veçanërisht në projektet afatgjata. Në dashuri, tregohuni të hapur emocionalisht dhe komunikoni ndjenjet tuaja. Partneri do ta vlerësojë këtë gjë. Ujori, 28 shkurti, sjell energji kreative dhe ide inovative. Në punë, mendimi origjinal dhe zgjidhjet e pazakonta mund të sjellin rezultate pozitive. Mund të lind një projekt ose një bashkëpunim i ri që sjell ndryshime të dobishme. Financat mund të përmirësohen përmes një mundësie të papritur. Por shmangni vendimet impulsive. Në dashuri kërkoni liri dhe mirëkuptim. Peshqit, sot ndiheni me të lidhur me intuitën dhe botën emocionale. Në punë, kreativiteti dhe ndjeshmëria do ndihmojnë të gjeni zgjidhje për situata të ndërlikuara. Mund të merrni vlerësim për mënyre bashkëpunuese dhe të kujdesshme. Financat kërkojnë planifikim dhe shmangje të shpenzimeve impulsive. Në dashuri, kërkoni thellësi dhe përkushtim të sinqert. Partneri do ndjej përkushtimin tuaj. Beqaret mund të përjetojnë një takim romantik që zgjon emocione të bukura dhe shpresë për të ardhmen. Kujdesoni për pushimin dhe balancin shpirtërore. Mbrëmja sjell reflektim dhe mundësi për të planifikuar hapat e ardhshëm me qartësi dhe energji pozitive. Sot është një ditë për të ndjekur intuitën dhe për të vepruar me zemër dhe me mend. Dhe si përfundim, 28 shkurti është një ditë e mbushur plot me energji, vendosmëri dhe mundësi për veprime të zgjuara në çdo fushë të jetës. Ajo kërkon balans mes veprimeve dhe reflektimit, duke ju bërë të fokusohuni mbi qëllimet tuaja profesionale dhe personale. Marrëdhëniet kërkojnë komunikim të hapur, sinqeritet dhe mirëkuptim, ndërsa partnerët kërkojnë vlerësim. Financat kërkojnë kujdes dhe menaxhimi të matur, sidomos për shpenzimet impulsive, ndërsa vendimet e zgjuara sot mund të sjellin stabilitet afatgjat. Nëse veproni me durim dhe fokus, kjo ditë mund të shërbejë si piknisje për zhvillime të qëndrueshme dhe përfitime të dukshme në çdo fushë të jetës. Faleminderit që na dëgjuat. Për më shumë video si kjo, në vazhdim na bëni një like dhe subscribe dhe na tregoni në komente se cila shenjë jeni ju.